Elona kishte gjithmonë ndërruar për një jetë ndryshe, larg fshatit të saj të vogël, ku të gjithë dinin gjithçka për gjithkënd. Familja e saj ishte modeste, por e dashur. Babai punonte në një punë fizike, ndërsa nëna kujdesej për shtëpinë dhe për vëllezërit më të vegjël. Në moshën 19 vjeçare, ajo ishte një vajzë e bukur, e mençur dhe e pavarur, me ëndra të mëdha për botën. Por asgjë nuk mund ta kishte përgatitur për lajmin që do i ndryshonte jetën përgjithmonë. Një ditë, ndërsa po kthehej nga universiteti ku studioi ekonominë, ajo mori një mesazh të papritur në telefon. Ishte nga një agjenci ndërkombëtare që ofronte mundësi bashkëshortësh të elitës. Në fillim e mori si shaka, por mesazhi ishte i hollësishëm. Një shejk i njohur nga lindja e mesme, i pasur dhe me ndikim, kërkonte një bashkëshortë të re për martesë. Elona qeshi me vetveten, duke menduar se nuk ishte asnjë shans që kjo të ishte e vërtetë. Por kur mori një telefonat nga përfaqësuesi i shejkut, gjithçka u bë serioze. Agjenti e shpjegoi çdo detaj. Shejku ishte 75 vjeç, i martuar disa herë më parë, me pasuri të palidhshme dhe jetonte në një pallat luksos që dukej sikur vinte nga përallat. Ai kishte kërkuar një grua të re për të shoshëruar dhe për të sjellë freski në jetën e tij. Oferta për Elona ishte e frikshme, por edhe e joshme, një jetë pa kufi, luksi absolut dhe mundësia për të udhëtuar dhe përjetuar botën në një mënyrë që ajo kurrë nuk e kishte imagjinuar. Familja e saj u trondit kur ajo ju tregoi lajmin. Babai i saj e shikoi me një përzierje trishtimi dhe shqetësimi. Elona, je e re. Nuk mund të hysh në një martesë me një njeri të tillë, tha ai, por zëri i tij ishte i dobët përballë vendimit të vendosur të vajzës. Nëna e saj çau, duke i thënë se kjo nuk ishte jeta që ajo kishte ëndërruar për të. Por Elona kishte vendosur, dëshira për aventura dhe një jetë ndryshe e kishte bërë të harrojë frikën dhe dyshimet. Dita e udhëtimit ishte e mbushur me emocione të forta. Aeroporti i saj ishte i vogël, por përballë saj qëndronin një makinë luksit dhe 2 truproja serioz që shoqëronin deri në avionin privat të shejkut. Gjatë fluturimit, Elona shikoi jashtë dritares dhe mendoi për jetën që po linte pas. Familja, shoqet, universiteti, gjithçka dukej si një botë tjetër që nuk do ta takonte më kurrë. Kur avioni aterroi në vendin e shejkut, ajo u përball me një pamje që ja tejkalonte imagjinatën, një pallat gjigant me kopshte të harlisura, fontana që shpërndanin ujë të kristajt dhe makina luksoze që prisnin vizitorët. Por ajo që e la pa frym ishte vetë shejku. Ai ishte një burr i gjatë, me flokë të thinjura, me sy që dukeshin të kishin parë gjithë botën dhe një prani që të bënte të ndjejë fuqinë e tij pa folur asnjë fjalë. Elona e takoi për herë të parë në sallonin e madh të pallatit. Ai e përshëndeti me një buzëqeshje të lehtë dhe një zë të thellë. Mirë se vjen, Elona. Jam i kënaqur që të kam këtu. Ai nuk dukej kërcënues, por as shumë mikpritës. Ajo ndjeu një përzierje frike dhe kurioziteti dhe përpiqej të mos tregonte pasigurinë që po e kaplonte. Nata e parë ishte më shumë se një surprizë. Nuk ishte ajo që shoqëria imagjinon kur dëgjon për një martesë të tillë. Nuk kishte romancë të menjëhershme, nuk kishte premtime të bukura. Në vend të kësaj, ajo përjetoi një realitet të ftohtë dhe të papritur, një ceremoni private që dukej më shumë si një test sesa si një fest, një darkë e shtruar në sallonin e madh me 2 truproja që shndronin pranë, dhe një shejk që fliste më shumë për biznes dhe tradita sesa për ndjenja. Por më tronditës ishte momenti kur shejku e pyeti: "A je e gatshme të kuptosh botën time?" Elona nuk e dinte si të përgjigjej. Çfarë do të thoshte kjo? A ishte vetëm një pyetje retorike, apo një paralajmërim për atë që do vinte më pas? Ajo mundi të buzëqeshte lehtë dhe tha: "Po, jam e gatshme", por zemra e saj rrite fort dhe mendja e saj ishte një grumbull mendimesh të paqarta. Ajo nati mësoi asaj një të vërtet të pamëshirshme, jeta që kishte imagjinuar nuk do të vinte shpejt dhe çdo ëndër kishte një çmim. Por ajo nuk e kuptoi ende sa e thellë do të ishte kjo mësim. Ditët e para në pallat ishin një kombinim luksi, zbavitje të çuditshme dhe ritualesh të ashpra të etikës së shejkut. Elona mësoi shpejt se çdo gjë kishte rregullat e veta, kur të flinte, çfarë të vishej, çfarë të hante dhe si të sillej përballë mysafirëve të rëndësishëm. Për herë të parë në jetën e saj, ajo ndjeu se nuk ishte më e lirë të bënte zgjedhje dhe çdo vendim i vogël kishte pasoja të mëdha. Dhe ashtu nisi historia e saj, një rrugtim mes luksit dhe kontrollit, dashurisë së mundshme dhe tradhtisë së fshehur, ku çdo natë mund të trondiste më shumë se e shkuara dhe çdo ditë mësonte asaj se fuqia dhe bukuria nuk janë gjithmonë ajo që duket. Elona u zgjua në mëngjesin e parë në dhomën e saj të re, një suite e gjerë me dritare që hapeshin drejt kopshtit të pallatit. Rrallëherë kishte parë një dhomë kaq të madhe, ku gjithçka shkëlqente në ngjyra të ngrohta dhe materiale të shtrenjta, qilimat persian me motive të komplikuara, perde të rënda të arta që ndriçonin vetëm pjesërisht dritën e mëngjesit dhe një krevat kaq të madh, sa dukej sikur mund të humbje në të. Ajo ju ul mbi shtrat, duke ndjerë peshën e realitetit të rri mbi supet e saj.
Nuk kishte asnjë zë nga pallati tjetër, përveç tingullit të papritur të një fontane që ndodhej jashtë dhomës. Ishte qetësi e frikshme që e bënte të ndjehej edhe më e vogël dhe e pambrojtur. Deri më tani, shejku kishte treguar vetëm një pjesë të personalitetit të tij, një burr i mençur i distancuar që rrallë shfaqte ndjenja të qarta. Por kishte diçka në mënyrën se si ajo e shikonte, një kombinim kontrolli dhe vëzhgimi të hollësishëm, që e bëri Elona të ndjej sikur çdo lëvizje e saj ishte e matshme dhe e analizuar. Kur doli nga dhoma për të vizituar sallonin e mëngjesit, u përball me shërbëtorë që lëviznin në heshtje, të veshur me uniforma të krehura dhe të rregullta si pjesë e një mekanizmi perfekt. Njëri prej tyre, një grua me sy tek thjellët dhe zërin e butë, i shpjegoi rutinën e ditës. Mëngjesi shërbej në sallon, pastaj takime dhe vizita përditshme me shejkun, dhe në pasdite kur ai kishte angazhime, ajo mund të qëndronte e lirë në pallat, por gjithmonë në mbikëqyrje. Kur mbërriti në sallon, ajo u përball për herë të parë me shejkun gjatë mëngjesit. Ai ishte i ulur pranë një tavoline të madhe prej drurit të errët, duke lexuar dokumente. Kur ajo hyri, ngriti sytë dhe i dha një përshëndetje të thjeshtë, "Mirëmëngjes, Elona." Zëri i tij ishte i qetë, por kishte një autoritet që të bënte të ndjej rëndësinë e çdo fjale. Elona ulur pranë tij, duke u përpjekur të duket e qetë. Ai nuk foli shumë gjatë mëngjesit, vetëm pyeti për ndjenjat e saj, apo të duket gjithçka e re? Apo të mërzitet ose të frikson? Ajo përpiqi të buzëqeshte, por zëri i saj dridhej, pak gjithçka është e madhe dhe ndryshe. Nuk e kam imagjinuar kur një vend kaq të bukur. Ai bëri një pauzë dhe pastaj tha, "Luks, pasuri dhe pushtet nuk janë gjithçka. Shumë njerëz gabojnë duke menduar se mund të jenë të lumtur vetëm me këto gjëra. Çdo gjë ka çmimin e vet. Ti do ta kuptosh këtë shpejt." Elona ndjeu një ftohtësi të lehtë që i kaloi kockat, një paralajmërim se kjo martesë nuk do të ishte thjesht një përrall luksi. Por ajo nuk u dorëzua. Me gjithë frikën që ndjente, ajo ishte e vendosur të mos tregonte dobësi. Ditët vazhduan me një ritëm të rreptë. Ajo mësoi shpejt kodet e sjelljes së pallatit, si të fliste me mysafirët, kur të buzëqeshte, kur të rrinte e heshtur dhe kur të diskutonte çështje të rëndësishme. Shërbëtorët e trajnuar mirë e ndihmonin të përshtatej, por gjithçka duke e ftohtë dhe e largët. Një pasdite, shejku e mori në një vizitë në bibliotekën e tij. Ishte një dhomë gjigante, me rafta të mbushur me libra antik, kartografi të rrallë dhe dokumente të vjetra familjare. Ai I tregoi për historinë e familjes së tij, lidhje politike, marrëveshje dhe sekretet e mbledhura gjatë dekadave. Kur isha I ri, tha ai, duke e parë për një çast, "Më mësoi një gjë ema ime, mos beso gjithçka që shikon. Shumë herë, njerëzit që të rrethojnë nuk janë siç duken. Një buzëqeshje mund të fshetë tradhti dhe një fjalë e ëmbël mund të fshehë interesin." Elona e dëgjoi me kujdes. Ai nuk po fliste vetëm për biznes, po për jetë. Ajo ndjeu një tërheqje të çuditshme, një respekt të lehtë për atë burr që kishte kaluar kaq shumë dhe kishte njohuri për botën që ajo sapo po mësonte. Por njëkohësisht, ajo ndjeu një frikë të thellë. Çfarë do të kërkonte ai nga ajo në këto ditë të para? Natën e parë, ai e ftoi për një darkë private në një pjesë të veçantë të pallatit. Ishte një sallë e vogël, e ndriçuar me qirini dhe me një tavolinë të thjeshtë por elegante. Nuk kishte asnjë person tjetër aty, vetëm ata të dy. Ai e shikoi me vëmendje dhe I tha, "Elona, çfarë ndjen për këtë jetë të re që të është ofruar?" Ajo mendoi për familjen e saj, për ëndrat që kishte pasur dhe për realitetin e ri që po përballej. "Është e frikshme dhe e bukur njëkohësisht," tha ajo, me një zë të lehtë që dridhej. Ai buzëqeshi për herë të parë më të ngrohtë, por kjo buzëqeshje kishte një thellësi që e tronditi, "Kjo është jeta ime. Ti nuk ke zgjedhur vetëm luksin, ti ke zgjedhur të jesh pjesë e një bote ku çdo gjë ka çmim dhe çdo veprim ka pasoja. Natën e parë do të mësojmë shumë njëri për tjetrin. Mos e merr lehtë." Ajo nuk kuptoi menjëherë se çfarë do të ndodhte, por instikti I saj I thoshte se ajo natë nuk do të ishte thjesht një darkë. Çdo lëvizje, çdo fjalë, çdo shikim do të kishte një kuptim më të thellë dhe një ndikim që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Kur nata u mbyll dhe dritat e qirinjve ndriçonin akoma dhomën, Elona kuptoi se nuk ishte më vetëm një vajzë e re që ëndërronte. Ajo ishte pjesë e një loje komplekse ku fuqia, pasuria, ndikimi dhe ndjenja ishin të lidhura ngushtë dhe ku çdo vendim I saj mund të kishte pasoja të mëdha. Ditët që pasuan ishin një kombinim I luksit dhe I rregullave të rrepta. Elona mësoi se çdo veprim I saj kishte një efekt dhe çdo fjalë mund të interpretohej. Shejku e trajtonte me një kombinim ftohtësie dhe kujdesi të hollë. Ai nuk ishte askur I pamëshirshëm, por gjithmonë I distancuar, duke mbajtur në një kontroll të lehtë që ndoshta ajo nuk e kuptonte plotësisht. Një mëngjes, ajo u zgjua nga tingulli I harqeve të violinës që luante një melodi të butë në sallën pranë. Ishte shejku që po luante vetë, një pasion I fshehtë që pak njerëz e dinin.
Ai e shikoi kur hyri dhe i tha, muzika ka fuqinë të tregojë atë që fjalët nuk mund të shprehin. Elona u ul pranë tij, dhe pa duart e tij të shtrënguara mbi harçet e violinës, duke ndjerë një qetësi të pazakontë. Në atë moment, ajo kuptoi se Sheiku nuk ishte vetëm një njeri i pasur dhe i fuqishëm, ai kishte thellësi dhe ndjenja që rrallë shfaqeshin. Por ajo nuk mund ta harronte kurrë moshën e tij, diferencën e madhe mes tyre dhe ndjesinë se kjo martesë nuk ishte thjesht për dashuri. Ditët vazhdonin me darka të shtrenjta, takime me delegat dhe mysafir, dhe vizita të pafundme në vendet e pallatit që nuk ishin parë ndonjëherë nga syri i një të riu. Ajo mësoi rregullat e pallatit, kur të buzëqeshësh, kur të heshtësh, kur të pyesësh dhe kur të mos flasësh fare. Çdo gjë dukej si një lojë psikologjike, dhe Elona filloi të kuptonte se përveç pasurisë dhe luksit, ajo kishte hyrë në një botë ku fuqia dhe ndikimi ishin mbi gjithçka tjetër. Një pasdite, ndërsa po ecnin në kopshte të mbushura me lule egzotike dhe pisha të larta, Sheiku e pyeti, "Elona, a e kupton se çfarë do të thotë të jesh gruaja ime?" Ajo heshti për një moment, duke u përpjekur të gjejë fjalët e duhura. "Do të thotë të jetoj një jetë ndryshe, të mësoj shumë, të përballem me gjëra që nuk I kam imagjinuar," tha ajo me një zë të lehtë. Ai buzëqeshi, por nuk ishte një buzëqeshje e zakonshme. Ishte një buzëqeshje që mbante brenda një paralajmërim. Çdo zgjedhje që ajo do bënte do kishte pasoja, dhe çdo gabim mund të shfaqej si një rrezik për të dy. Natën e parë qëndrimi në dhomën e tij ishte më shumë se një test. Ai nuk ishte I dhunshëm, por mënyra se si e vëzhgonte dhe pyetjet që bënte e bënin të ndjente çdo gjë me forcë. Ai dëshironte të dinte çdo mendim të saj, çdo frikë dhe ëndër, si të kishte një kartë për çdo ndjenjë të saj. Ajo kuptoi menjëherë se kjo nuk ishte një martesë e zakonshme, ishte një test I qëndrueshmërisë së saj emocionale dhe inteligjencës së saj sociale. Ditët vazhdonin dhe Elona filloi të krijonte një rutinë. Mëngjeset I kalonte duke lexuar dokumente ose duke mësuar historinë e vendit dhe familjes së Sheikut. Pasditët I shfrytëzonte për të eksploruar pallatin dhe kopshtet, ndërsa netët ishin të mbushura me biseda intime që e bënin të ndjejë e vlerësuar dhe njëkohësisht e shqetësuar. Një natë, ndërsa po shëtisnin në një korridor të gjatë me dritare që hapeshin drejt një lisheni të qetë, Sheiku I tregoi diçka që e tronditi. "Nëse do të mbash këtë jetë, do të duhet të harrosh disa gjëra nga e shkuara jote. Nuk mund të kesh të gjitha, sepse ky vend nuk I lejon kompromiset. Çdo gjë ka rregullat e veta." Elona e dëgjoi me kujdes. Për një moment, ajo ndjeu një ndjenjë frike të thellë. Çfarë do të kërkonte ajo të humbte nga vetja për të mbijetuar në këtë botë të re? Por instikti I saj I tha të mos dorëzohej. Ajo ishte e re, por jo naive, kishte një forcë të brendshme që do ta ndihmonte të mbijetonte dhe ndoshta të triumfonte në këtë situatë të çuditshme. Pas disa javësh, ajo filloi të kuptonte më shumë se çdo ngjarje dhe çdo moment në pallat kishte kuptimin e vet. Edhe një buzëqeshje e thjeshtë mund të fshinte një mesazh të fshehtë, dhe çdo heshtje mund të ishte më e fuqishme se çdo fjalë. Ajo filloi të vëzhgonte Sheikun me kujdes, duke u përpjekur të kuptonte zakonet, preferencat dhe psikologjinë e tij. Çdo informacion që merrte ishte një armë e mundshme për të menaxhuar jetën e saj të re. Një ditë, ndërsa po qëndronin në një verandë të madhe që shikonte qytetin e ndriçuar nga dritat e natës, Sheiku I tha, "Elona, shumë gra që kanë pasur nuk e kanë kuptuar këtë. Ato mendonin se pasuria dhe luksi do I mjaftonin për të qenë të lumtura. Ti po më tregon se mund të kuptosh më shumë. Kjo është arsyeja pse të kam zgjedhur ty." Ajo ndjeu një ndjenjë krenarie të lehtë, por edhe një peshë të madhe mbi supet e saj. Nuk ishte një vlerësim I thjesht, ishte një sfidë që kërkonte atë të jetë e fortë, e zgjuar dhe e durueshme. Ajo kuptoi se lumturia nuk vinte nga jashtë, por nga mënyra si ajo do të menaxhonte çdo moment dhe çdo vendim. Nata e parë qëndroi në mendjen e Elonës si një përzierje drithërimi dhe kureshtjeje. Pallati ishte I heshtur, përveç tingullit të lehtë të qirinjve që dridheshin mbi sallën ku ajo qëndronte. Drita e zbet hihet mbi tapetet e shtrenjta, duke krijuar një atmosferë që ngjallte frikë dhe magji njëkohësisht. Sheiku hyri me një heshtje të thellë, vështrimi I tij I thellë duke sikur depërtonte çdo mendim të saj. Ai nuk e pyeti menjëherë për ndjenjat e saj ose mendimet e saj, përkundrazi qëndroi afër dritares, duke parë hënën që reflektohej mbi liçenin. Pasi një kohë të gjatë heshtën të dy, ai foli me një zë të qetë, por të fortë. "Elona, çdo gjë që ndodh këtu është më shumë se ajo që duket. Asgjë nuk është thjesht e dukshme. Çdo veprim ka kuptim, dhe çdo heshtje ka mesazhin e vet." Elona përpiqej të mos dridhej. Ishte një ndjenjë e çuditshme. Ajo ndjente frikë, por edhe një lloj adhurimi për atë burr që kishte kaluar kaq shumë dhe që kontrollonte çdo pjesë të kësaj bote të madhe. Ajo ul pranë tij, duke përpjekur të duket e qetë, por zemra I rrite fort. Ai u afrua dhe, pa një paralajmërim të qartë, e mori dorën e saj. Ishte një kontakt I thjeshtë, por për Elonën kishte një intensitet të çuditshëm. "Ti nuk je si gratë e tjera që kam takuar," tha ai.
Ti ke diçka që nuk mund ta mësoj nga asnjëra tjetër, kuriozitet dhe guxim, por edhe mendim të qartë. Kjo natë nuk do të jetë thjesht një provë e trupit, por e mendjes dhe e zemrës. Elona ndjeu një dridhje që i kaloi trupin. Çfarë do të thoshte kjo? Ai nuk po fliste vetëm për marrëdhënien fizike, po për diçka më të thellë, më komplekse, diçka që ajo ende nuk e kuptonte plotësisht. Ata u ulën në një divan të madh, i mbushur me jastëk të butë dhe të lëmuar. Ai e shikoi për një kohë të gjatë, si të matë çdo emocion në fytyrën e saj. Elona, një pjesë e kësaj nate do të tregoj sa e fortë je, tha ai. Çdo gjë që do ndodh nuk është e thjeshtë, do të ketë momente që do të testojnë durimin, zgjuarsinë dhe kurajon tënde. Në ato momente, ajo kuptoi se nuk ishte thjesht një martesë mes një të riu dhe një të moshuari. Kjo ishte një lojë komplekse ku fuqia, përvoja, pasuria dhe ndikimi përziheshin me ndjenja, mendime dhe emocione njerëzore. Çdo moment kishte rëndësi dhe çdo zgjedhje mund të kishte pasoja të mëdha. Sheku e udhëhoqi për të parë pjesë të pallatit, që nuk i kishte parë asnjë mysafir. Dhoma e arteve, biblioteka me libra antik, korridoret me portrete të paraardhësve të tij, çdo vend kishte një histori, dhe ai e tregonte me një qetësi të frikshme dhe me një autoritet që e bënte Elonën të ndiejë e vogël, por njëkohësisht e privilegjuar. Kur u kthyen në sallën ku do të qëndronin për pjesën tjetër të natës, sheku vendosi muzikë të lehtë në sfond, një melodi që përzjente tingujt të harsheve dhe pianoje. Ai u afrua dhe foli me një zë që nuk lejonte kundërshtim. Elona, kjo natë nuk është vetëm një fillim i marrëdhënies son, është një test i karakterit dhe i zemrës tënde. Çdo ndjenjë, çdo frikë, çdo reflektim do të jetë pjesë e asaj që do të mësojmë për njëri tjetrin. Ajo ndjeu një presion të madh. Nuk kishte thjesht emocion, kishte një tension që e bëri të ndiej sikur çdo fjalë e saj do të analizohej dhe çdo veprim do të matet, por në vend që të tërhiqej, ajo ndjeu një forcë të brendshme. Nuk mund të ishte thjesht një viktim, duhej të ishte e fortë, e zgjuar dhe e gatshme për çdo gjë. Gjatë natës, ata biseduan për orë të tëra. Sheku i tregoi histori nga jeta e tij, sfidat që kishte kaluar, marrëdhëniet që kishte pasur, dhe mënyrën se si kishte arritur të ndërtojë një perandori të tërë. Ai nuk e fshehu asnjëherë as autoritetin, as kontrollin mbi çdo gjë rreth tij. Por në të njëjtën kohë, ajo pa një fytyrë tjetër, një burrë që mund të ishte i ndjeshëm, që mund të vlerësonte inteligjencën dhe kurajonet dikujt si Elona. Në fund të natës, ajo u ndje ndryshuar. Nuk ishte më e njëjta vajzë 19 vjeçare që kishte ardhur nga një fshat i vogël. Ajo ishte pjesë e një bote tjetër, një bote ku çdo gjë kishte çmimin e vet, ku çdo ndjenjë ishte e vlerësuar dhe ku çdo gabim mund të kushtonte shumë. Por ajo gjithashtu kuptoi diçka më të rëndësishme, nuk ishte thjesht viktim. Ajo kishte forcën për të mbijetuar, për të mësuar dhe për të kuptuar këtë botë të çuditshme dhe komplekse. Kur nata përfundoi dhe dritelet e qirinjve u shuan, ajo qëndroi pranë dritares, duke parë hënën mbi liçenin që reflektohej. Zemra e saj ishte e trazuar, mendimet e saj fluturonin në të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Por një gjë ishte e qartë, kjo natë kishte ndryshuar gjithçka, dhe ajo nuk do të ishte më kurrë e njëjta. Ditët që pasuan natën e parë ishin një përzierje pa parashikueshme emocionesh, detajesh dhe tensioni të pandërprer. Pallati i madh ishte një labirint i luksit, por çdo korridor, çdo dhomë, fshehte sekretet e saj, dhe çdo veprim i Elonës duhej të ishte i matur. Ajo filloi të kuptonte se nuk ishte thjesht e ftuar e këtij vendi, ajo ishte pjesë e një bote ku çdo hap i saj ishte i vëzhguar, çdo fjalë mund të interpretohej dhe çdo emocion i jepte një rëndësi që ajo nuk e kishte imagjinuar. Një mëngjes, ndërsa po hante mëngjesin në sallonin kryesor, ajo pa se sheku nuk ishte aty. Në vend të tij qëndronte një shënim i thjeshtë mbi tryez, takimi do të zhvillohet më vonë. Mos e humb kohën duke parë gjëra të kota. Ajo e mori shënimin, por zemra i rrihte. Çdo mesazh, çdo veprim i tij kishte kuptim. Nuk kishte thjesht luks, kishte hierarki, disiplinë dhe teste të vazhdueshme për të matur karakterin e saj. Gjatë asaj dite, Elona eksploroi një pjesë të pallatit që nuk kishte parë më parë, një bibliotekë sekrete, e fshehur pas një portreti të madh të një paraardhësi. Aty gjeti dokumente, foto dhe letra që tregonin pjesë të historisë së shejkut dhe familjes së tij. Ajo kuptoi se sheku kishte jetuar një jetë plot intrig, marrëveshje politike dhe marrëdhënie të komplikuara me njerëzit më të fuqishëm në botë. Një ndjenjë lehtë frike e kaploi. Kjo nuk ishte thjesht një martesë mes dy individëve, ajo ishte pjesë e një loje ku çdo gabim mund të kushtonte shtrenjtë. Kur sheku më në fund u shfaq, ai e pa duke lexuar disa letra dhe e pyeti thjesht, "Çfarë ke mësuar?" Elona u përpoqte mos tregonte panik dhe tha, "Ka mësuar shumë për historinë tuaj, për përvojat dhe sfidat tuaja. Nuk është e lehtë të kuptosh gjithçka, por po përpiqem." Ai buzëqeshi, por një buzëqeshje e tillë nuk ishte thjesht ngrohtësi, kishte një thellësi të frikshme. "Kjo është arsyeja pse të kam zgjedhur ty."
Shumë të rinj mendojnë se pasuria dhe luks do t'i mbushin jetën. Ti po tregon se mund të kuptosh më shumë, dhe kjo do të jetë e dobishme për të ardhmen. Pas darkës asaj dite, ai e ftoi përsëri në dhomën private. Ishte një atmosferë ndryshme nga nata e parë, më qetë, më intime, por gjithmonë me tensionin që i përcillte çdo fjalë. Ai i tregoi për marrëdhëniet e tij të mëparshme dhe gabimet që kishte bërë në dashuri. Shumë gra që kanë pasur nuk e kanë kuptuar lojën e jetës. Ata mendojnë se gjithçka është e thjeshtë. Ti po më tregon se mund të kuptosh më shumë, tha ai. Elona ndjeu një përzierje emocionesh, respekt, frikë, kurreshtje dhe një ndjenjë të pazakontë të qenit e vlerësuar. Por ajo gjithashtu e kuptoi se nuk ishte thjesht një lojë sentimentale. Çdo bisedë, çdo shikim dhe çdo kontakt kishte një rëndësi të fshehtë, një mesazh që ajo duhej ta interpretonte me kujdes. Një pasdite tjetër, ndërsa po shëtisnin në kopshtin madhështor të pallatit, sheku e pyeti papritur, ai e gati të kuptosh realitetin e plotë të kësaj jete? Elona e pa me frikë, por gjithashtu me vendosmëri. Do të përpiqem, tha ajo. Ai shtrëngoi dorën dhe tha, mos u shqetëso. Çdo gjë ka një kuptim, por duhet të jesh e zgjuar dhe e fortë. Nga ato ditë, ajo filloi të vëzhgonte më shumë se kurrë. Ai nuk ishte thjesht një shejk i moshuar dhe i fuqishëm, ai ishte një njeri i mbushur me sekretet e jetës, me intrigë dhe strategji. Çdo fjalë e tij, çdo shikim dhe çdo heshtje kishte kuptimin e vet. Ajo mësoi se për të mbijetuar në këtë botë të ndërlikuar, duhet të kuptonte psikologjinë e tij, të interpretonte shenjat e vogla dhe të ruante fuqinë e saj të brendshme. Natën e parë qëndimi i saj dhe ajo që ndodhi gjatë atyre orëve u bë një kujtesë e përhershme. Ajo mësoi se fuqia nuk është gjithmonë ajo që duket, pasuria dhe luksi nuk e bëjnë një njeri të lumtur, dhe ndjenjat njerëzore janë të ndërlikuara dhe shpesh të rrezikshme kur përzihen me pushtetin dhe intrigën. Elona nuk ishte më thjesht një vajzë e re, ajo ishte një pjesë e një bote tjetër, një bote ku çdo veprim kishte rëndësi dhe çdo ndjenjë ishte e vlerësuar. Ajo filloi të kuptonte se vetëm inteligjenca, kurajoja dhe durimi i saj do ta ndihmonin të mbijetonte dhe ndoshta të triumfonte në këtë realitet të çuditshëm dhe të fuqishëm. Elona u zgjua në mëngjesin e tretë në pallat me një ndjesi të çuditshme, të pazakontë. Dhoma e saj ishte e mbushur me rrezet e para të diellit që përshkonin qirin të armatosur dhe perde të trasha të arta, duke krijuar një atmosferë që ishte e ngrohtë, por edhe pak e frikshme. Ajo ul në krevatin gjigante, përpiqej të merrte frymë thellë, duke kuptuar se dita e re nuk do të ishte si ato që kishte njohur deri tani. Në pallat gjithçka ishte e qetë, por qetësia kishte një peshë të fortë, një peshë që i kujtonte se çdo hap që bënte ishte nën sy të vëzhgueshëm. Kur zbriti për mëngjes, ajo gjeti sallonin e madh të mbushur me shërbëtorë të trajnuar që lëviznin në heshtje dhe elegancë të plotë. Tavolina ishte e shtruar me fruta të rralla, bukë të freskët dhe pije që ajo nuk i kishte provuar kurrë. Njëri prej shërbëtorëve i dorëzoi një letër të vogël me shkrim të qartë. Takimi do të fillojë pas një ore në sallën e punës së shejkut. Mos u vono. Elona e kuptoi menjëherë se nuk ishte thjesht një ftesë, ishte një paralajmërim. Në botën e shejkut çdo detaj kishte rëndësi dhe çdo vonesë mund të interpretohej si një dobësi. Kur hyri në sallën e punës, shejku ishte ulur mbi një karrige të lartë prej drurit të errët, duke lexuar dokumente të rëndësishme. Ai ngriti sytë dhe e pa Elonan, jo thjesht me sy të vëzhgueshëm, por si të matë çdo emocion, çdo mendim dhe çdo frikë të saj. Ai nuk foli menjëherë, por ajo ndjeu presionin e heshtjes së tij, një heshtje që ishte më e frikshme se çdo fjalë. Pas një kohe të gjatë, ai foli me një zë të thellë dhe të qetë, që e mbushte dhomën. Elona, çdo gjë që ndodh këtu është më shumë se ajo që duket. Çdo veprim, çdo fjalë, çdo ndjenjë ka kuptim. Nuk ka asgjë që nuk matet. Çdo vendim që do të marrësh do ketë pasoja. Elona përpiqej të mos dridhej. Ajo ishte e re, e pasigurt dhe e vetme në një botë të huaj, por nuk mund të tregonte dobësinë. Ai nuk po fliste vetëm për marrëdhënien e tyre, po fliste për botën ku ajo sapo kishte hyrë, një botë ku fuqia, pushteti dhe pasuria ishin të lidhura ngushtë me emocione dhe intrigë. Ditët që pasuan ishin të mbushura me rutina të detajuara. Ajo mësoi se çfarë të hante, si të vishej, kur të fliste dhe kur të heshte. Shërbëtorët ishin të kujdesshëm, duke i dhënë çdo gjë që i nevojitej, por gjithmonë me një distancë që kujtonte se ajo nuk ishte thjesht mysafire, por pjesë e një strukture komplekse, ku çdo gjë kishte hierarki. Një pasdite, ajo u ftoi të shëtisnin në kopshtin e madh që përshkonte një pjesë të pallatit. Kopshti ishte një parajsë mbushur me lule eksotike, pisha të larta dhe fontana që shpërndanin ujë kristal. Ai e pyeti papritur, a e kupton se çfarë do të thotë të jesh gruaja ime? Elona heshti për një çast, duke përpjekur të kuptonte kuptimin e fjalëve të tij. Do të thotë të mësoj të përballem me gjëra që nuk i kam imagjinuar dhe të jetoj një jetë ndryshe, tha ajo. Ai nuk buzëqeshi menjëherë, por pas disa sekondash një buzëqeshje e lehtë u shfash në fytyrën e tij.
Ishte një buzëqeshje që nuk tregonte vetëm kënaqësi, ishte paralajmërim, një sinjal se çdo veprim i saj do të ishte pjesë e një testi të vazhdueshëm. Një natë, Sheiku e mori Elonan për të parë një pjesë të veçantë të pallatit, një bibliotekë të fshehtë, të mbushur me libra antik, letra të shkrimtarëve dhe dokumente të vjetra familjare. Ai I tregoi historinë nga jeta e tij, marrëdhëniet politike, marrëveshjet që kishte bërë dhe tradhtitë që kishte përballuar. Ajo filloi të kuptojë se çdo gjë që dukej e thjeshtë kishte një histori pas vetes, dhe çdo person atë pallat kishte një rol që mund të ndikonte direkt në jetën e saj. Gjatë kësaj vizite, ajo gjeti foto të grave të mëparshme që Sheiku kishte pasur. Çdo foto tregonin fytyra të bukura, me shikime që dukeshin të frikshme dhe të rrethuar nga një disi misterioze. Ai I shpjegoi me qetësi, shumë gra kanë menduar se mund të jenë të lumtura këtu. Shumë kanë gabuar. Ti po më tregon se mund të kuptosh më shumë dhe kjo është arsyeja pse të kam zgjedhur ty. Elona ndjeu një përzierje emocionesh, respekt, frikë dhe një lloj admiresh për atë burr që kishte kaluar kaq shumë dhe kishte arritur të ndërtojë një botë që ajo sapo po mësonte. Por ajo gjithashtu ndjeu një tension të thellë, nuk ishte thjesht e ftuar, ajo ishte pjesë e një loje komplekse ku çdo gabim mund të kushtonte shumë. Natën e tretë, kur u kthye në dhomën private, ai vendosi muzikë të lehtë në sfond dhe ul pranë saj. Ai foli për një kohë të gjatë, duke treguar për jetën, për gabimet e tij, për dashurinë që kishte humbur dhe sfidat që kishte përballuar. Çdo fjalë ishte e rëndësishme, çdo pauzë kishte kuptim, dhe çdo shikim ishte I vëzhguar me kujdes. Ai e pyeti, Elona, a je gati të kuptosh se jeta këtu nuk është thjesht luks? Çdo gjë ka çmimin e vet. Çdo vendim që merr do të ndikojë tek unë, tek familja dhe tek e ardhmja jote. Ajo përpiqej të mos tregonte pasiguri. Do të përpiqem, tha ajo. Ai shtrëngoi dorën dhe tha, kjo është arsyeja pse të kam zgjedhur ty. Shumë të rinj mendojnë se gjithçka është e lehtë. Ti po më tregon se mund të kuptosh më shumë. Pas kësaj nate, Elona kuptoi se nuk ishte më thjesht një vajzë e re që ëndërronte. Ajo ishte pjesë e një bote të ndërlikuar, ku çdo hap, çdo fjalë dhe çdo emocion ishte I matshëm. Por ajo gjithashtu kuptoi diçka më të rëndësishme, nuk ishte viktim. Ajo kishte forcën për të mbijetuar, për të mësuar dhe për të përballuar çdo situatë të çuditshme dhe të rrezikshme që do të vinte në këtë botë të luksit dhe intrigës. Ditët e fundit në pallat u bën gjithnjë më intensive për Elonën. Ajo kishte filluar të kuptonte çdo gjë, çdo shërbëtor, çdo korridor dhe çdo dhomë fshehtë një histori, dhe çdo veprim I saj mund të kishte pasoja. Sheiku nuk e trajtonte më vetëm me autoritetin dhe distancën e zakonshme, tani kishte filluar ta përfshinte atë në vendime më të ndërlikuara, duke e bërë pjesë të intrigave të tij të fshehta dhe marrëdhënieve komplekse politike që mbaheshin në një fshehësi absolute. Një pasdite, ai e mori Elona në një dhomë që ajo nuk e kishte parë kurrë më parë. Ishte një bibliotekë sekrete, e rrethuar nga rafta të larta drurit të errët, të mbushura me dokumente të vjetra, letra të fshehta dhe marrëveshje që kishin vendosur fatin e shumë njerëzve gjatë dekadave. Ai e ftoi të ulej pranë tij dhe filloi të tregonte një histori që do të ndryshonte gjithçka. Shumë nga ato që mendon se janë të thjeshta nuk janë. Kjo martesë, Elona, nuk është thjesht për dashuri. Është një test, një mënyrë për të parë kush ka forcën, zgjuarsinë dhe durimin për të qëndruar pranë meje dhe për të kuptuar botën time. Ka shumë njerëz që kanë ardhur dhe kanë ikur, disa me sukses, disa me humbje. Ti je e vetmja që ka treguar se mund të kuptosh më shumë se sa duket në sipërfaqe. Elona e dëgjoi me vëmendje, ndjerë se çdo fjalë kishte një rëndësi që e tejkalonte të tashmen. Ai nuk foli vetëm për të, ai po zbulonte një pjesë të botës që pak njerëz e dinin. Ajo kuptoi se pallati nuk ishte vetëm vend I luksit, por një qendër strategjike ku ndikimi, politika dhe pushteti ishin të lidhura ngushtë me marrëdhëniet njerëzore. Por ajo natë nuk përfundoi me thjesht këshilla ose tregime. Sheiku u ngrit papritur dhe për herë të parë, zëri I tij mori një tonalitet të fuqishëm të prerë. Elona, tani do të më shohësh për atë që jam vërtet. Nuk ka më fshehje. Çdo ndjenjë që ke, çdo frikë dhe çdo mendim do të matet. Nëse do të qëndrosh këtu, duhet të kuptosh se asgjë nuk është e thjeshtë. Ai e mori duart e saj dhe I tregoi një dokument të veçantë, një letër të vjetër që zbulonte një sekret të madh të familjes së tij. Letra tregonte një marrëveshje të fshehtë që kishte ndryshuar fatin e shumë njerëzve, duke përfshirë tradhti, pasuri të fshehur dhe ndikim mbi vendime të rëndësishme politike. Elona ndjeu një dridhje që I kaloi trupin. Ajo kuptoi menjëherë se jeta e saj nuk ishte më vetëm private, ajo ishte pjesë e një loje ku çdo gabim mund të kishte pasoja dramatike. Në atë moment, ajo ndjeu një kombinim frike dhe fuqie. Nuk ishte më thjesht një vajzë e re, por një grua që kishte mësuar të lexonte situata, të kuptonte njerëzit dhe të mbijetonte në një botë të ndërlikuar. Ajo tha me një zë të qetë, por të vendosur, unë nuk kam frikë. Do të qëndroj,
dhe do të kuptoj gjithçka që duhet. Por nuk do të jem thjesht një pjesë e lojës suaj, do të jem e barabartë në forcë dhe mendim. Sheku e pa me një shikim të gjatë. Një buzëqeshje e lehtë u shfash në fytyrën e tij, jo vetëm kënaqësi, por një miratim i fshehtë. Kjo është ajo që kam dashur të shoh. Shumë të rinj humbasin për shkak të pasigurisë, por ti ke guxim dhe mendim të qartë. Ky është fillimi i vërtetë i marrëdhënies son. Pas asaj nate, gjithçka ndryshoi. Pallati nuk ishte më një vend ku ajo ndjente frikë dhe pasiguri, por një vend ku ajo filloi të kuptonte fuqinë dhe ndikimin e saj. Marrëdhënia me shejkun u bë më komplekse dhe më intime, e mbushur me respekt, kuriozitet dhe një lloj admirësimi të ndërsjellë. Ajo mësoi të navigojë mes intrigave, sekretet dhe detyrimeve, duke u bërë jo vetëm gruaja e tij, por një aleate e fuqishme në këtë botë të luksit dhe pushtetit. Në fund, ajo kuptoi se jeta e saj kishte ndryshuar përgjithmonë. Nuk kishte më të shkuarën e thjesht që e kishte njohur, kishte një të ardhme të ndërlikuar, të mbushur me sfida dhe mundësi, ku ajo kishte vendosur të qëndronte e fortë dhe e zgjuar. Dhe ndërsa shikonte hënën mbi liçenin e pallatit, ajo buzëqeshi vetë, duke ndjerë se tani ishte pjesë e një bote ku fuqia, dashuria dhe durimi ishin të lidhura, dhe ku ajo kishte mësuar të triumfonte mbi çdo frikë dhe pasiguri. Elona nuk ishte më thjesht një vajzë e re që martohej me një shejk të moshuar. Ajo ishte një grua që kishte mësuar se fuqia dhe guximi nuk varen nga mosha, por nga zemra, mendja dhe vendosmëria për të qëndruar e vërtetë dhe e fortë. Dhe kjo ishte më e rëndësishme që kishte mësuar nga kjo martesë e pazakontë që e tronditi botën e saj dhe e bëri të rritej në çdo mënyrë.